Sa I përket vijave të kuqe, do të thotë për neve është më e preferueshme, më afër programeve tona politike, bindjeve tona politike, konceptuale, që t'jemi bashkë me partitë që kemi qenë të kaluarën herë në pushtet e herë në opozitë. Domethënë, jemi më të afërt në aspektin programor, konceptual, me partitë që kemi qenë në periudha ndryshme kohore edhe në qeveri, po kemi qenë mandatin e kaluar në opozitë. Do të thotë, po kjo puna vijave të kuqe mendoj që është mirë që mos me u vendos, sepse është tregu e damshme për vendin. E kuptoj interesin e partive politike, po gjithë na do të jemi të sigurt në ato që interesi I vendit, interesi I shtetit, është përmbi partitë politike. Prandaj kur është interesi I shtetit, mendoj që ai është prioriteti kryesor.